Në sheshin Skënderbej në Tiranë do të mbahet të premten një protestë gjithkombëtare në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, e lidhur me këtë lëvizja vetëvendosje e kryesuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka bërë një reagim në rrjetet sociale në lidhje me protestën që do të mbahet ditën e nesërme, ku qytetarët do dalin në rrugë dhe do të kërkojnë drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, teksa bën një rezume të ngjarjeve që çuan deri në themelimin e gjykatës speciale. Vetëvendosje shkruan se shumë nga politikanët që janë sot kundër saj kanë qenë lobuesit më të mëdhenj që ajo të krijohej, duke përmendur këtu edhe kryeministrin Edi Rama. Kujtojmë se gjykata speciale nuk erdhi vetvetiu, por nisi që në vitin 2008 nga një rezolutë e propozuar në Këshillin e Europës nga kryesuesi i deputetëve të Federatës Ruse në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës Konstantin Kosaçev, por që u miratua si rezolutë me propozim të senatorit Dick Martin vitin 2011. Mirëpo, për ecjen tonë të sinqertë përpara si shtete si komb, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshi kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale, dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë këta aktorë dhe politikanë, duhet të tregojnë paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Shkruhet mes të tjerash në reagimin e lëvizjes vetëvendosje, që kërkon po ashtu ndihmë nga Shqipëria që këtë çështje ta ngrejë edhe në institucionet ndërkombëtare. Sipas lëvizjes vetëvendosje, Shqipëria si shtet antar i OKB-s, NATO-s dhe Këshillit të Europës ka mundësinë që këtë çështje ta ngrejë në forume ndërkombëtare, dhe ironizon se protesta në sheshin Skënderbej nuk zëvendëson përgjegjësitë institucionale. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë kanë përgjegjësi që këtë çështje ta ngrejnë aty ku flitet dhe vendoset për drejtësi, dhe jo në sheshin Skënderbej në Tiranë, përfundon reagimi i lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri Rama në forumet ndërkombëtare ku po merr pjesë e ka kritikuar gjykatën speciale, duke thënë se Kosovës po i bëhet një padrejtësi e madhe. Deri më tani ai për këtë padrejtësi ka folur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Asamblenë e Këshillit të Europës dhe në samite të ndryshme të liderëve europian. Në adresimin e tij, Rama ka kërkuar nga Këshilli i Europës që ta largojë raportin e Dick Martit, i cili pretendon për trafikim organesh nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ai ka kërkuar që Këshilli i Europës ta tërheqë mbrapsht raportin kundër UÇK-s për trafik organesh.